Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Jemi në javën e 4 të kohës së Pashkëve dhe është e diela e bariut të mirë. Është shumë e bukur, fakti se Zoti ka menduar, Zoti në provanin e vet, që konkrave të jetë taman mes javës së 3 edhe javës së 4. Në javën e 3 çka kemi dëgjuar? Dialogu me Pietrin, që Krishti cakton si bariu për krejt kishës e vet. A me don ti Pjetër, kullot grigjen time, delet e mia. Edhe në këtë javë kemi pas këtë zgjedhje. Kemi Papa Leoni i 14. Edhe tashme java e parë se ti është java e bariut të mirë. Mirë, le ta bekojmë Zotin që kemi këtë bari, por bariu i mirë me të vërtet është Krishti. Të tjerët në të, ata që janë të thirrur prej ti në kishën e vet, ata janë barit vetëm të lidhur me të, në këtë lidhje dashurie. Mirë, kurajo, le ta dëgjojmë ungjillin të dielës, që është shumë e bukur, shumë i shkurt, por shumë i fortë. Le ta dëgjojmë. Leximi ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Dhënt e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato vijnë pas meje. Unë jap jetën e pasosur. Kurr nuk do të sharrojnë. Askush nuk do t'i rrembej prej dorës sime. Ati im që mi dha është më i madh se të gjithë dhe askush s'mund t'i rrembej nga dora e Atit. Unë dhe Ati jemi një. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Mirë, vëllezër dhe motra, kjo është një fjalë shumë të rëndësishme. Krishti na jep bazën e marrëdhënies sonë me të, si bari me grigjen e vet. Është njohuria. Njohuria që vjen përpara nga dëgjimi. Ne njohim dashurinë e Zotit sepse dëgjojmë atë. Kjo është një fjalë shumë e rëndësishme për popullin e Izraelit. Le ta kujtojmë këtë lutje prej librit të ligjit të Përtërisë. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Askolta Israel, dëgjoj Izrael. Zoti është vetëm një, vetëm një. Edhe me dëgjimin lind me fuqinë e fjalës së Zotit në bindjen e dashurisë së Zotit, që Zoti na don pa mas. Edhe nuk janë vetëm fjalë, janë veprat. Bariu i mirë na tregon që ai na don, sepse ai jep jetën e vet për ne. Si kena ne mundësi me dëgju një person vetëm nëse dim se kemi mundësi me marrë diçka të mirë prej atij personi. Vetëm ashtu dëgjojmë me qef. Vetëm me dashuri, nëse dim se është një marrëdhënie, se janë fjalët që nuk janë të kota. Nevojitet për këtë edhe për vujtëri. Edhe ne kena mundësi me dëgju me qef, me dashuri Jezusin, sepse e dim që ai na don. Që ai nuk kursen asgjë, nuk kursen veten e vet për të na dashur. Edhe ashtu fillon tamam ungjilli i ditës. Dhënt e mi dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh. Njohuria është kjo në kuptimin biblik. Njohuria si marrëdhënie e ngushtë, e fortë. Ne dëgjojmë sepse dim që ai na don. Edhe e ndjekim. Kjo është një fjalë që na thon seriozisht. A don ti që Krishti të jetë bariu yt, që të çon deri në qiell, edhe duke kaluar në përluginet, për problemat të vështira, kemi mundësi me kalu në për to me një siguri, me një paqe, nëse Krishti është me ne. Le ta kujtojmë psalmi, me duket është psalmi 21 që thot, Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Në hebraisht nuk thot këtë gjë, thot nuk do të më mungoj Zoti, që ai bari do të jetë gjithmonë me mu. Dhe kjo është siguria. Të kurajo,
Aton që Zoti të jetë bari ujt, dëgjoje atë, dëgjoje Krishtin. Edhe nëse e dëgjojmë Krishtin, do të bashkohemi me të, do të jemi një gjë e vetme. Nëse ai na përcjell, ai thot, ashtu si Ati me njeh edhe unë njoh Atin, unë jap jetën për deret e mia. Më thënë, unë ju dua, ashtu si Ati me don mua. Pa asnjë kursim. Tërkurajo, Zoti na don pa mas, edhe dëshiron që të bëhemi edhe ne një gjë vetme me të. Me këtë siguri që nëse jemi në duart e Tija, askush dhe asgjë do të na rrëmbej prej dorës së Atit, prej dorës së Tij. Që lëvdu Krishti.